e cila e trysnonte dhe e shikonte mjekun si e keqja e sistemit shëndetësor. Kur mjeku ishte vetëm një granazh, problemet e sistemit shëndetësor ishin tek PPP-t, ishin tek koncesionet, ishin tek tenderat, nuk ishte tek një mjek. Por thjesht për ta devijuar, krijonte një target group dhe secili prej nesh e mban mend numrat e mëdhenj aty që ti vije për ta delegitimuar një njeri që bënte 20 vite shkollë dhe vetëm ti e delegjitimoje me njëherë denoncon mjekun. Kjo ishte mekanizmi i parë. Vim tani tek problemi kryesor. Çfarë po ndodh? Problemi janë pagat. E dyta është mos guxoj njeri të vit preki telefonin tim. E treta është republik prokurorësh. Pse do duhet një kryeministër që ka më shumë informacione se secili prej nesh të përdori këtë retorik. Sepse në këtë momente që ndodhet kryeministri Rama e di shumë mirë që nuk e ka kundërshtar real zotin Berisha, por e ka bashkëpunëtor në njëjtin hall. Pra, ne sot që flasim, SPA ka hyrë në zemër të kryeministrisë, me tenderat e Akshit dhe te numri 2 i qeverisë. Ne sot që flasim, SPA ka 3 qerekun e bashkive në hetim, që janë përfaqësues të Partisë Socialiste. Ne sot që flasim, shkurtimisht do të them, në këtë retorik të politikës dhe në këtë retorik që përdor zoti Rama është thjesht sepse do të fitoj kohë. Çfarë ndodh? Gjykata kushtetuese vërtet ka dhënë një vendim 4-4, por ka hyrë në fuqi pezullimi. Pra aty në thelbe ka vendimin e vet. Për te interpretimeve që duhet t'i japim ne. Mirë, komentet janë tjetër gjë pastaj. Po, prandaj interpretimi fakti është që gjykata kushtetuese e ka zgjidhur këtë çështje. Dhe për te unë e kuptoj. Po e ka dhënë për sa kohë ka fituar. Do ishte nëse do kishte një vendim. Po aty janë 4-4. Ermal, është ngërçi i politikës. Të mos fokusohemi se është një debat që unë e kam bërë dhe në emision dhe ju e keni bërë në emisionet tuaja me juristët në fakt. Dhe asnjëherë nuk gjen një zgjidhje. Por për ta mbyllur ju që të shkojmë në publicitet dhe pastaj të rikthehemi sërish. Shko, në thelb do të them vetëm diçka, sepse i referohem shpeshherë. Momenti ku ndodhet Shqipëria sot është një moment pikthese. Ose institucionet e drejtësisë, po pikthese. Për shkak se ka një retorik. Ne kemi parë për gati një vite. Për gati një vit kemi parë funksionarët lartë Departamentit Amerikan të Shtetit që kanë ardhur, kanë takuar krerët e institucionit qoftë të SPAK-u dhe qoftë BK-s. Pra, në një kontekst politik, ata i ka dhënë mesazhet e qarta institucionale që për ne përparësi dhe edhe Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës, Komisioni Evropian ndjes edhe Ambasada Amerikane, në 2 përgjigje që ka thënë SPAK-u është vije kuqe dhe të mblidhet Komisioni Mandateve. Do shkojmë në publicitet dhe vim pastaj sërish në studio. Qëndroni në drejtë, dashur shikues.